Sofra më e madhe në botë është sofra e iftarit. Darsmja 300 vet, 500 vet, 800 vet. Sa është sofra më e madhe, a e dini, iftarit? Sofra më e madhe e iftarit është 2 milion, 3 milion. Për 7 minuta hanë dhe pinë, organizohen dhe një kokër të hurmës në xham, në Mekë, në Medinë dhe në xhamiat e shumta botës islame. Një ezan, iftari i thirr, 2 milion njerëz hanë, pinë, as një kokër të hurmës në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një ushtar, një general i ushtrisë franceze, thot sa i duhen mirenit 2000 ushtar, thot na duhet që ka kohë. Kush pi renit safet e muslimanëve që nuk janë drejt në Qabe? E kush pi organizon çat iftar? Kjo është vetëm mrekulli që na s'mujna me përshkru. Iftari më i madh, sofra më e madhe është sofra në emër të Allahut kur shtrohet. E prandaj ky gëzim është gëzim i iftarit, që Allahu ka përgatitur për muslimanë që agjërojnë. Allahu nasib dhe kabul na boft.